Kiara Tito bën rrëfimin tronditës. Po të mos isha futur në Big Brother, sot nuk do të. Moderatorja e njohur Kiara Tito ka treguar një moment të panjohur më parë nga jeta e saj personale gjatë një lidhjeje telefonike me emisionin Goca dhe Gra në Top Media. Duke folur hapur për eksperiencën në shtëpinë më të famshme të VIP-ave në edicionin e dytë, Kiara zbuloi se në periudhën kur hyri në reality show ishte duke kaluar një nga fazat më të vështira të jetës së saj. Po mos të isha futur në Big Brother, nuk do kisha dalë më në televizion. Nuk do kisha dalë më as në rrugë, u shpreh ajo, duke shtuar se programi ndryshoi tërësisht rrjedhën e jetës. Ajo theksoi se pjesëmarrja në reality show më të ndjekur në Shqipëri i dha jo vetëm një mundësi të re në karrierë, por mbi të gjitha një familje të re. E pyetur për njohje me Louise Ellin dhe krijimin e familjes së tyre, Kiara tha se gjithçka ishte një kombinim mes fatit dhe vullnetit. Nuk zgjedhim ku lindim apo çfarë na ndodh, por kemi në dorë si reagojmë ndaj gjërave që na sjell jeta, tha moderatorja, duke shtuar se nëse nuk do të kishte marrë vendimin për të hyrë në Big Brother, nuk do të kishte sot as vajzën e saj, Luna. Kiara tregoi më tej se Louise Ellin është një bashkëshort që më bën për të qeshur dhe është gjithmonë prezent. Në përfundim të bisedës, ajo theksoi se jeta është një përzierje mes fatit dhe mënyrës si vendosim ta jetojmë. Mund të na ndodhin shumë gjëra, por rrugën e zgjedhim vetë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.